Rreth 50 turistë nga Serbia kanë mbritur në qytetin e Korçës, ku kanë zhvilluar një vizitë në një nga fermat më të mëdha dhe më të njohura të bletarisë në të gjithë rajonin juglindor të vendit. Vizita e tyre është rezultati i një bashkëpunimi që nisi në vitin 2022 gjatë një panairi ndërkombëtar të produkteve natyrore në Novi Sad të Serbisë. Pikrisht aty, përfaqësuesit e fermës shqiptare morën pjesë me produktet e tyre bletare, të cilat tërhoqën vëmendjen dhe admirimin e vizitorëve serb për cilësinë, shijen dhe mënyrën e përpunimit të tyre. Sot pas 2 vitesh, grupi turistëve serb ka ardhur për të parë nga afër këtë fermë model për t'u njohur me procesin e prodhimit të mjaltit dhe produkteve të tjera bletare. Gjatë vizitës ata patën mundësinë të shijojnë produktet bio, të ndjekin nga afër punën e bletarëve dhe të mësojnë më shumë për mënyrën tradicionale të përkujdesjes ndaj koshereve. E kishim vendosur që do vinim dhe erdhëm. Jemi të lumtur sepse e prisnim këtë vizitë. Po na pëlqen shumë, është një mrekulli. Gjithçka duket perfekte dhe mizi presim të shijojmë produktet e kësaj ferme të mrekullueshme. Kemi qenë në shumë panaire, por produktet e kësaj ferme na kanë bërë përshtypje edhe në vitin 2022 në Serbi. Edhe në Kopenhagen kemi mbetur të mrekulluar. Këto produkte janë fantastike dhe ne duam t'i shohim nga afër se si ato realizohen. Sa po provova produktet, ç'të them, janë të shkëlqyera. Kanë një shije të veçantë që nuk e has kudo. Meriton një bravo të madhe. Përfaqësues të fermës shprehen kënaqësinë që prodhimet shqiptare po njihen gjithnjë më shumë jashtë vendit, ndërsa theksuan se ky është një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit të turizmit agro-ushqimor dhe promovimit të pasurive natyrore të zonës së Korçës.